Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, me këto 3 ushqime do t'i thoni lam të mirë dhimbjeve të artritit. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë inflamatore e karakterizuar nga dobëstimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave që prek gati 1% të popullsisë në botë. Mund të shfaqet në çdo moshë edhe pse të dhënat e ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar i përket moshës 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është që femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt që të shfaqin artrit reumatoid. Kjo sëmundje e rëndë autoimune shkakton deformim të dukshëm të kockave, ndjenjën e vazhdueshme të ngurtësisë dhe gjithashtu kufizon aftësinë tuaj për të lëvizur. Ja 3 ushqime që duhen konsumuar çdo ditë për të luftuar inflamacionin e artritit reumatoid. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit si për shembull lule shtrydhet, qershit, boronica dhe manaferrat janë ndër ushqime të cilat duhet të jenë pjesë e regjimit tuaj ushqimor, sidomos nëse vuani nga artriti reumatoid. Këto fruta janë të pasura me antioksidant, përbërës me veti anti-inflamatore dhe karotenoid të cilët rrisin sintezën e kolagjenit në mënyrë natyrale dhe njëkohësisht i bëjnë tendinat akoma edhe më të forta. Dritrat integrale. Edhe dritrat integrale nuk duhet të mungojnë kurrë në tryezën tuaj nëse keni në familje një person i cili ka probleme me artritin reumatoid ose nëse edhe ju vetë vuani prej tij. Janë të pasura me komplekse karbohidrate, fibra të tretshme në ujë dhe selen. Këto përbërës eliminojnë të gjitha toksinat nga organizmi ynë dhe gjithashtu luftojnë edhe inflamacionin e kockave. Farat e lirit. Acidet yndyrore omega 3 dhe vitamina E të cilat gjenden tek farat e lirit janë ndër mjekimet më të mira natyrale me veti anti-inflamatore që luftojnë pezmatimin e nyjeve. Përmirësojnë gjithashtu aftësinë e trupit tuaj për të përthithur lëngjet ushqyese të ndryshme, duke siguruar kështu në mënyrë lubrifikimin e duhur të kockave. Janë shumë faktorë të cilët shkaktojnë dhimbje të gjunjëve dhe të cilat janë të ndikuara kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe gjithashtu septik, cistet e gjurit, frakturat. Është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që sigurisht i prek të gjithë. Dhimbjet e gjunjëve janë të padurueshme dhe therse dhe njëkohësisht frenojnë tërësisht aktivitetin normal fizik. Sipas ekspertëve zakonisht, dhimbja e gjunjëve shoqërohet me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale të gjymtyrëve, probleme me ngjitjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimi në këmbë apo ulur, mbledhja e ujit tek gjunjë duke shkaktuar dhimbje të forta. Gjithashtu, dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në ëndjen e gjunjëve, skuqjen e tyre dhe madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësi në ecje si edhe në përkulje gjithashtu. Ne këtu do t'ju sugjerojmë metodat krejt efikase për lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve përmes kurave natyrale në shtëpi, si edhe përzgjedhjes së ushqimeve të duhura. Kura natyrale. Vendosni kompresa me aku te pjesa e gjurit që ju dhëmb. Mbajini për 20 minuta dhe bëheni këtë ritual gjatë ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit që ju dhëmb përmes një fashe elastike. Mundoni të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë. Vendosni jastëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Përzijeni bashkë derisa masa të bëhet homogjene dhe masazhoni pjesën e gjurit në zonën që ju dhëmb.
Këtë ritual mund ta bëni 2 herë në ditë për 1 javë. Ndërkohë, mund ta trajtoni dhe përmes të ushqimit. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve përmes një diete të mirë ushqimore, me produkte të cilat janë të pasura me vitamina dhe antioksidant. Peshku përmban gjithashtu vitaminën B, si vitamina B6 e cila lufton anemin, si edhe vitaminën D, e cila është shumë e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, një element jetik ky për forcimin e kockave. Portokalli, duke përmbajtur një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, forcojnë kockat dhe njëkohësisht imunitetin. Perimet me gjethe si spinaçi, lëpjeta e të tjerë janë një burim i shkëlqyer i antioksidantëve, vitaminave A dhe C, luteinës dhe gjithashtu beta-karotenit. Kur këto kompozime bashkohen, krijojnë një mbrojtje të shkëlqyer nga krijimi i shumë sëmundjeve. Bajamet janë burime të pasura me vitamina dhe njëkohësisht me minerale. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energji si edhe për vlera të larta ushqyese. Gjinxheri njihet si një nga produktet më të çmuara me përdorimin e gjerë të tij në lehtësimin e dhimbjeve, si edhe duke mbrojtur trupin tuaj nga komplikacione të ndryshme shëndetësore. Ndërkohë, për të trajtuar dhimbjen e gjunjëve ju mund të përdorni edhe recetën fantastike vetëm me vezë. Nyjet më të rëndësishme në të gjithë trupin ton janë gjunjët, meqense ato na ndihmojnë me lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe njëkohësisht shumë lëvizje të tjera që ne i performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi në lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit, ju duhet të veproni shpejt sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmtimet që mund të sillin tek gjunjët tanë. Në këtë video, ju do të mësoni për një ilaç natyral i cili njëkohësisht është shumë i rëndësishëm dhe është në gjendje që të qetësojë dhimbjen në gjuhë për vetëm disa minuta, por ju duhet të jeni të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet të shkaktohet nga një sër faktorësh, ku ne mund të përmendim mbi peshën, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe artriti. Por hidhini një sy kësaj recete, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 verdhë veze, 2 lugë krip, fash elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe më pas përzjeni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzjerjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në vendin me dhimbje për të paktën 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, në rast të dhimbjeve të gjurit, gjithmonë duhet të keni kujdes me lëvizshmërinë tuaj, të zgjidhni ushqime të duhura të cilat do të vinë në ndihmë për të forcuar kockat dhe për të përthithur kalcium. Ndërkohë, duhet që të kryeni dhe sadopak aktivitet fizik të lehtë, por jo aktivitet i cili do të fusë në punë gjymtyrët tuaja në një kohë të plotë. Gjithmonë mundohuni të ushqeheni shëndetshëm dhe të mbroni kockat tuaja nga dëmtimet e mundshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.